Në kuadër të ditës së ruajtjes së mjedisit dhe biodiversitetit, në qytetin e Belshit u zhvillua një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga fusha të ndryshme të jetës publike, akademike dhe arsimore. Të pranishëm në aktivitet ishin gjithashtu përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët nënvizuan angazhimin e bashkisë për të promovuar politika mjedisore miqësore me natyrën, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit për ruajtjen e pasurive natyrore që karakterizojnë zonën e Dumres. Ky aktivitet u kthye në një shembull të bukur bashkëpunimi midis institucioneve dhe komunitetit, duke dëshmuar se ruajtja e biodiversitetit nuk është vetëm detyrë e autoriteteve, por përgjegjësi e përbashkët e të gjithëve. Të nderuar teleshikues, sot në ambientet e Agroturizëm Paja organizohet një takim nga Shoqata e Resurseve Gjenetike me drejtues zotin Feta Elezi. Në këtë takim marrin pjesë profesorë të Universitetit Bujqësor, përfaqësues të Bashkisë Belshit, njëkohësisht dhe administratorë dhe specialistë tjerë të ndryshëm. Tema e këtij takimi sot është diversiteti dhe mbrojtja e mjedisit. Atëherë na ndihni gjatë takimit. Të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor, të dashur specialist bujqësisë mjedisit, mësues, fermer, përfaqësues të agroturizmit dhe pjeshkimit. Mirë se vini në Belsh, në këtë ditë kaq veçantë, që i kushtohet aktivizmit mjedisor dhe kujdesit për natyrën tonë kaq të bukur. Sot jemi mbledhur për një temë që në fakt na bën pjesë gjithëve, mbrojtja e biodiversitetit duke përdorur dhe mbrojtur bimësinë natyrale dhe atë të kultivuar. Ky aktivitet organizohet në kuadër të nismës Green Voice me qëllim ndërgjegjësimin dhe nxitjen e veprimit për mbrojtjen e pasurive natyrore që Belshi dhe gjithë zona e Dumres na ofron me kaq bujari. Zërin e gjelbër të Shqipërisë përmes bashkëpunimit midis komunitetit, institucioneve dhe vetë natyrës. Sot kemi të pranishëm pushtetin vendor, ekspert mjedisit, fermer, përfaqësues të agroturizmit, për ta parë këtë si një çështje jo profesionale, por si mision për ta parë një Shqipëri akoma dhe më të gjelbërt. Pa u dashur të zgjatem shumë, do doja që fjalën t'ia jap nënkryetarës së bashkisë Romina Mema. Faleminderit. Bashkëqytetarë të bashkisë tonë të cilët jemi prezent sot, për ata që nuk më njohin, unë jam Romina Mema, nënkryetare e Bashkisë Belsh, dhe është absolutisht një kënaqësi e veçantë që t'ju përshëndes sot në këtë diskutim që i kushtohet një prej pasurive më të çmuara që zona jonë ka, biodiversiteti. Si vajzë një agronomi që jam, e di mjaft mirë që në çdo fije bari, në çdo pemë, në çdo bimë që rritet pranë nesh, fshihet një ekuilibër i ndjeshëm, i cili mban gjallë jetën në planetin tonë. Ruajtja e këtij ekuilibri është përgjegjësi e përbashkët e të gjithëve ne, dhe sot jemi këtu për të reflektuar mbi mënyrat se si ta mbrojmë dhe se si ta forcojmë atë. Të mbrojmë biodiversitetin do të thotë të kujdesemi për bimësi natyrale, por edhe të vlerësojmë dhe të zhvillojmë bimësinë e kultivuar duke përdorur në mençuri të gjitha burimet që toka na ofron. Nëse mësojmë të bashkëjetojmë me natyrën, pa e shkatruar atë, atëherë ne do të sigurojmë që në brezat e ardhshëm të trashëgojmë një botë të gjallë, më të pasur dhe më të pastër. Le ta bëjmë këtë takim sot një mundësi për të ndarë ide, për të dhënë mendime, për të ndarë projekte, për të mësuar nga njëri tjetri dhe për të marrë me vete një mesazh të fortë. Toka dhe planeti nuk ka nevojë për fjalët tona, por ka nevojë për punën dhe për veprimet tona. Pa dashur që të zgjatem më tej, dua të shtoj një pikë të rëndësishme dhe strategjike, thënë më saktë një armë e fortë të cilën Bashkia Belsh në politikat e saj ka, që është qëllimi të certifikohet si bashki e gjelbër të para bashkinë në Shqipëri. Në vitin 2022 ne kemi fituar një projekt ku jemi regjistruar për të marrë certifikimin Bashkia e Gjelbër. Është një projekt tetë i vështirë dhe i rëndësishëm, ku ne si bashki duhet të plotësojmë disa kritere për ta fituar këtë certifikim. Jemi drejt rrugës për ta marrë, kemi përmbushur më shumë se gjysmën e këtyre kritereve, kështu që aspirojmë që deri në fund të vitit 2026 ne të certifikohemi e para bashkia e Gjelbër në Shqipëri. Si përfundim, do doja që të falenderoja në emër të kryetarit bashkisë, i cili nuk ndodhet këtu sot.
është punë jone e përbashkët që ne të mbajmë pastër, të mbrojmë, të zhvillojmë biodiversitetin në zonën tonë. Ju faleminderit. Në këtë ditë kombëtare të shënuar, më besoj me të gjithë njihem, por sot në këtë pozicion si drejtuesi qendrës resurseve gjenetike, që është në shkallë kombëtare, por që e ka zhvendosur ka gati 2 vjetë se linë e vetë në Belsh, kemi gjithë për kushtimin për të mbështetur pikërisht të nismë shumë të rëndësishme të Bashkisë së Belshit. Dhe në tematikën e këtij takimit soçëm janë përfshirë tërësi këto pika që unë nuk besoj lexoni shpejt, po i lexoj dhe për disa nga këto do të ketë referi prezantime të veçanta dhe për ndonjë edhe diskutim të veçantë. Mendoj se janë shumë të rëndësishme të trajtohen të paktën këtu për të hedhur idetë, problemet, shqetësimet dhe pastaj për të menduar më tej mënyrat e zgjidhjes, pra në vazhdimsi. Kam vënë 2 pika në fund shumë të rëndësishme që i gjykoj, edukimi i rinjve për mbrojtjen e biodiversitetit, të cilën jemi shumë të kënaqur që do ta prezantoj drejtori i gjimnazit Sami Frashëri dhe njëkohësisht një pikë e veçantë që e kemi menduar duhet vlerësuar më mirë të ardhmen, promovimi i shembujve pozitiv, duke filluar nga fshati, njësia administrative, por edhe në rang bashkie. Pamja janë të bukura besoj. Apo jo, profesor Shefqeti? Belshi jon, edhe ja, vetëm këtu po ndalen 6 liqene tregojnë vetëm në këtë pamje. Kjo natyrë ka që bukur, duhet sa më shpejt marri atë certifikatën që tha nën kryetarja. Kjo është një diagram e paraqitur një grafik, nuk duket mirë, por nga viti 1980 deri në vitin 2004, pra ky është publikimi FAO-s, sikur se shikoni, ka bën fjalë për ndryshimet klimatike, pranaj edhe tërheq shumë vëmendje. Është rritur mbi 1.5 gradë mesatarja. Po të rritet 1 gradë temperatura, do të thotë që do të ketë shumë ndikim në jetën e gjallë të bimëve, të kafshëve, mikroorganizmave e të njerëzve. Në radhë parë, sikur se thash, nevojiten studime. Zona e Dumres për kushtet klimatike toksore është shumë e veçantë në shkallë vendi. Për shkak të zgjatjes së madhe të verës, temperaturave të larta, fatësira, mungesa e reshjeve, pra vetëm javën e funit reshjet, mas 4-5 muajsh. Duhet të vlerësohet vendi i kulturave dhe i varieteteve të reja në prodhim. Besoj specialistët kanë informacion dhe bashkisë që futen pa kontrol fara, por edhe fidane të varieteteve që nuk janë provuar në kushtet e prodhimit. A duhet të vazhdojmë akoma kështu? Mbetet të vlerësohet. Roli i specieve dhe i varieteteve autoktone dhe atyre tradicionale. A e kanë ato vlerësimin dhe vendin që takon në kultivim në zonën tonë? Por edhe vendi pra që duhet të dhënë në strukturat e agroturizmit. Nëse thuhet agroturizm, do të thotë që të ketë pjesë të rëndësishme të përdorimit varietete, produktet e varieteteve autoktone dhe tradicionale. Shoqata e resurseve gjenetike, të cilën e kemi krijuar bashkë me disa kolegë të mi, në vitin 2010 ka ushtruar aktivitetin në shkallë vendi, tash vitet e fundit kryesisht në këtë zonë. Objektivat janë koleksionimi, studimi, shumëzimi dhe ruajtja e farave dhe fidaneve. Farat në bando dhe fidanet në koleksionet gjenetike fushore. Qendra e jonë ka bashkëpunim me qendrat më të rëndësishme brenda vendit, në këtë fushë kuptohet,
të ruajtjes, shumëzimit dhe përdorimit të varieteteve autoktone dhe tradicionale, ka marrëveshje zyrtare me bankën kombëtare gjenetike, me entin e farave dhe me qendrat e transferimit teknologjive në 5 qendrat në shkallë vendi. Kemi gjithashtu marrëveshje ndërkombëtare edhe bashkëpunim ndërkombëtar me rrjetin ballkanik të farave. Takimi rajonal i vendeve të Ballkanit organizohet nesër këtu në këtë vend, në këtë sallë, për herë parë, duke filluar nga përfaqësues nga Romania, Bullgaria, Greqia, nga gjithë vendet e Ballkanit, për të vlerësuar, pra, edhe për të përfituar dhe nga përvoja e tyre në këtë fushë shumë të rëndësishme. Resurset gjenetike shkencëtar të vlerësojnë si çështjen më thelbësore për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit. Pra, asgjë s'krijohet nga hiçi, edhe hibridet dhe varietetet e reja duhet bazohen diku, apo jo profesor? Baza janë resurset gjenetike që Shqipëria e ka bankën kombëtare, por ka shumë pak pasaj qendra tjera që merren me këtë fushë. Pikërisht këtu është vendosur qendra e resurseve gjenetike. Ky është fshati Ardhi, ja dhe objekti. Mirë që ta shikoni, kjo është sera ku prodhohen fidanat për nevojat e veta të bankës gjenetike, por edhe shkëmbim për fermerët që tregojnë interes për varietetet autoktone. Këto janë ato bankot e prodhimit të fidanave brenda serës. Aspekte nga fushat eksperimentale, dhe ky është Misri Sulova. Emrin e ka të Sulovës, që është përtej, por Dumreja e ka pas përdorur në atë kohë se Sulova vetë përdorte hibridet. Pamje nga fushat e ndryshme eksperimentale, shikojnë e larmia, nëse s'duket mirë ne nga funi, e që ne i ruajmë në bankën tonë të farave. Diversiteti i llojeve të ndryshme të misrit, jo vetëm autokton, por dhe ato që janë interesante të huaja që nuk gjenden në vend tjetër, por mund të vlejnë për agroturizmin. Lloje të ndryshme të misrit, është kristal komplet, misri kuq e tjera për të pasionuarit. Ky është koleksioni i farave të bimëve leguminoze, sikurse shikoni, këto janë prodhuara në qendrën tonë këtë vit. Pra janë shumëzuar nga ajo që kemi në koleksionin e bankës. E këtu është një ditë fushore e varieteteve të domates. Nuk e dija, duke të ne nga fundi nga ju riku apo jo. Lloje të ndryshme, pra veçanërisht për agroturizmin do të rejë vëmendjen që t'i ketë larmi që të rejë sa më shumë turist dhe konsumator. Kjo është banka e farave, e paraqes veçanërisht sepse, si të shikoni këtu, është një organizatë austriake, Arkenoa, që ne kemi pas bashkëpunim shumë të ngushtë, e kemi vizituar me profesor Sokratin, na kanë mbështetur mbi 5 vite, e vetmja mbështetje financiare për qendrën tonë ka qenë vetëm qendra austriake. Asnjë fond tjetër. Falenderoj profesor Fetahun për organizimin, për shoqatën e resurseve gjenetike me qendër këtu në Belsh. Dua të heq vëmendjen në tërësi që nuk është thjesht për një shoqat të jetë aktive, sepse duhet të bëjmë me dije që në regjistrin zyrtar shqiptar figurojnë 21.000 shoqata në Shqipëri. Një pjesë shumë e madhe të cilave edhe kryetarët vetë i kanë harruar. Dhe shoqata aktive, sikurse është kjo, numërohen me gishtat e duarve. Prandaj profesor Fetahu të uroj për punë që bën. Është një punë me shumë vlerë. Kur kam folur me shok dhe miq të mi që kemi krahas bankës gjenetike, kemi edhe
dy banka të komunitetit, që quhen bankat e fanave të komunitetit, si kurse kjo. Edhe në Gjermani thënë, o, sa mirë, pra, dhe shtetet të tjera i quajnë një vlerë e shtuar shoqata të tilla si kjo që keni ju këtu. Unë sot duhet diskutoj bashk me juve për disa specie bimore të neglizhuara dhe pak të shfrytzuara ose të pa shfrytzuara fare. Që në botë njihen si specie neglected and underutilized crop species, ose me fjalë tona kultura në anglisht bujqësore të neglizhuara dhe të keq përdorura. Unë para 2 ditësh duke kaluar me që me origjinë jam dhe që nga jugu ne shoku i kemi përdorur në familje këto. Bëra një lisje vend diku te 60 specie tilla që harroj lopa valaren themin e vet nga jugu. Pra i kemi harruar, por që ato kanë vlerë. E herë i përdorim, herë bëjmë sigur i përdorim. Një pjesë e cilave kanë hyrë dhe në testamentet e besueshmërisë fetare të botës pagane e tjera. Fjala vjen, ne themi që për ditën e verës bëjmë byrekun me 12 barishte, 12 specie bimore. Pjesën më të madhe të atyre 12-ta ne i marrim nga flora e egër, se nuk i kemi. Ja kush janë një pjesë e tyre? Labotin e bardhë. Rrallë e përdorim vetëm nga i ditë vere ose diçka tjetër. Ose lëpjetën uthullime. Është një lëpjet me aromën e limonit. S'para përdorim. Ose qikore në eglur. Se përdorim fare. Burdullakun. Pak familje përdorim. Hithërën, shumë pak. Nenën, për të mos thënë fare. Janë specie që në kulturën e sotme evropiane kanë hyrë. Ose hithëra, që moti kemi përdorur, s'para përdorim. Në tona përdorim që bëjnë ushqimin e zogjve dhe nuk smurëshin zogj, antibiotiku natural. Nena po ashtu. Ose në fushën e drithrave. Jo vetëm që s'po i përdorim një pjesë, si që është tepa, si që është okra, ose meli. Vetëm tek fusha e profesor Fetau, në banki gjenetike tuaj, është tepa, okra, që mund ta njohin njerëzit. A di që edhe specialistë të bujqësisë që mbarojnë 5 vjet, nuk e njohin tepën, okrën, apo melin, po këto kanë zënë pesh në bujqësinë shqiptare. Jam mbyll me mira hektar, edhe në tepë, edhe në okrë, po nuk i njohin. Sot, i kemi zhdukur, kush janë syet e braktisjes, modernizimi, kalimi në monokulturë, të kulturat me prodhim të arrit të lartë, si misri, orizi, gruri, e tjera, bëri që hoqëm dorë nga këto kultura. Jo vetëm tek ne, por thuajse në gjithë Evropën, modernizmi na shkatroi bazat gjenetike të bimësisë, florën, natyrën, shtoi erozionin, bëri ndryshimet klimatike të tilla që neve kemi arritur në të deregje sot që s'po orientohemi dot. Ndryshimet klimatike të kësaj natyre bëjnë që neve po i thrasim mandjes, por një pjesë kanë humbur. Pse? Themi që ndryshimet demografike të shoqëruara me ndryshimet e dietës ushqimore, me ndryshimin e brezave,
të moshës tret ikën, ata që kishin kulturën përdorimit. Askush nuk kujtohet më për ato. Kjo iniciative jona ka nisur nga një ide e profesor Fetaut, i cili naftoi bashkë me Bledin për të hartuar një mini projekt të vogël në bazë të thirrjeve nga Grinali, të cilat zbatohen dhe financohen nga Agjencia Suedeze për Bashkim dhe Zhvillim dhe fondet e bashkisë e qeverisë suedeze, dhe të shkruaj një projekt për këto liçene. Hapi parë që menduam se kush është statusi tyre dhe morëm përsipër një grup ekspertësh që ne të merrnim disa liçene pilot, dhe liçene dhe të shikonim se kush është gjendja aktuale e tyre, për të mbledhur disa të dhëna shkencore dhe më pas për të dalë në një raport e cila mund të vijë në ndihmë bashkisë për një zhvillim të qëndrueshëm në këtë zonë. Kush është zona e Dumres? Ju e njihni mirë, unë shkurtimisht do ndalem, përbëhet nga 86 liçene karstike me një sipërfaqe 14.2 km2 dhe me një kapacitet ujëmbajtës deri në 26 milion metër kub. I vetmi liçen nga gjithë kjo gamë liçenesh për 86 liçenes, i vetmi që është i përfshirë si monument natyre kategorisë së tretë është liçeni i Degës. Është fatkeqësi sepse bashkë me profesorin disa nga i kemi vizituar disa nga liçenet, unë njoh pak zonën, bashkëshortja ime një mirë sepse është djalë nga zona e Dumres dhe u befasova nga bukuria që këto liçene kanë. Do duhet të gjitha të ishin të përfshira dhe të gjitha të kishin statusin e ujit të mirë sipas direktivës ndërkombëtare të Bashkimit Evropian për secilin e ujrave, por kjo do bëhet me një punë të madhe, më erdhi shumë mirë që në kryetarja e bashkisë foli pak për atë certifikat, që është certifikata e bashkisë së Gjelbër, dhe besoj që në hapat që ka janë pikërisht edhe këto liçene që është pasuria më e madhe e zonës. Faleminderit Kristina, faleminderit dhe profesor Fetajt që na bëri bashkë në këtë tryezë për të folur për biodiversitetin dhe aktivizimin mjedisor. Faleminderit dhe gjithë parafolësve. Qyteti Belshit faktikisht është kthyer në një destinacion turistik që prej 8 vitesh për numrin e lartë të liçeneve që tashmë janë një pasuri kombëtare, siç edhe e përmendet, por jo të gjithë liçenet janë të vizitueshëm, janë vetëm disa liçene kryesor dhe në mbështetje të asaj që tha parafolësja, nevojitet që studimi të kryhet edhe për liçenet e tjerë. Ne sot kemi liçene në Belsh që i dim vetëm emrin, por nuk i dim sipërfaqet apo florën dhe faunën që ata mund të ketë apo në mënyrë të shkruar apo vizuale. Ndërsa në mbështetje të projektit të Bashkisë Belsh në Green Destination, i cili ka filluar në vitin 2022, ka të bëjë me turizmin e qëndrueshëm. Pra është e fokusuar te turizmi i qëndrueshëm. Janë kritere shumë të vështira në fakt dhe aspirojmë që deri në vitin 2026 Bashkia Belsh të certifikohet si bashki e gjelbër. Por krahas kësaj, në vitin 2023 në janar, Bashkia Belsh ka bërë të mundur dhe hapjen e pikës së kompostimit me mbështetjen e donatorit pra Gizit, e cila përpunon mbetjet e gjelbërta që vinë nga aktiviteti bujësor. Duke qenë se ne kemi një numër të lartë ullinjsh në Belsh, pra mbi 1 milion rrënj ulli, por edhe kultura tjera bujësore, aktiviteti bujësor është shumë i lartë dhe mbetjet janë shumë të larta. Dhe këto mbetje nuk shkojnë në dëm, nuk hidhen, nuk digjen, nuk ndoten, por kthehen në kompost, pra në ple organik. Pra riciklohen në një formë ndryshe. Për sa i përket turizmit, realisht kemi një fluks shumë të lartë dhe shifrat janë duke u rritur nga viti në vit. Vetëm për 2024 ne kishim mbi 250.000 vizitor, është rritur ndjeshëm numri i vizitorëve të huaj që vinë pothuajse nga gjithë bota. Pra kemi diversifikim të numrit të vizitorëve. Nuk kemi më vetëm nga Ballkani apo Europa, por edhe nga lindja e largët. Për sa i përket biodiversitetit, ne kemi promovuar atë, por nevojitet akoma dhe më shumë punë. Për shembull, ne po flisnim për florën dhe faunën e liçeneve, është shumë e nevojshme që t'i shtohet një vlerë itinerari turistik, nevojitet që për shembull në liçene të vendosen tabela shenjuese, pra në terren ku mund të turistët ku mund të lexojnë çfarë lloj specish mund të ketë në këtë liçen, pra çfarë lloj peshësh apo
specie të tjera të ndryshme. Mendimi im edhe një qendër e informimit mbi diversitetin, pra për t'i përmbledhur të gjitha ato që Belçi ka. Pra, siç e ka bërë profesor Fetaj qendrën e tij në fshatin Hardhi për bimet gjenetike, nevojitet edhe një për gjithë florën dhe faunën në Belç. Mendoj që këto janë të rëndësishme, por duhet bëhen hap pas hapi, pasi kemi një potencial dhe bukuri të rrallë Belç. Dhe faleminderit. Falenderoj profesor Fetan, bashkë me profesor Sokratin dhe profesoresh Sanikon, të cilët na ftuan në këtë takim, që është i rëndësishëm, domethënë, për territorin e Bashkisë së Belçit. Bashkia e Belçit ose Dumrea, po Bashkia e Belçit themi ka burime natyrore. Me fjalë, të cilën radhë para është bujësia, pastaj janë pyet, liqenet për turizm. Sot, Dumrea ose Bashkia e Belçit mbështetet në dy shtylla kryesore, në bujësi dhe në turizm. Natyrisht bujësia ma peshën më të madhe, dhe kryesisht bujësia me ullit, që janë mbi 1.200.000 raj, ndoshta mund të jenë edhe më shumë, dhe tendenca është që pjesa më e madhe e sipërfaqes tokës të mbjellet ulli, që e pam dhe vjet, që pati shumë mbjellje. Për sa i përket turizmit, që e tha dhe Berti për liqenet, unë do të thojë këtu që në fakt duhet të bëhet një studim i mirëfillt për liqenet e Dumres, sepse kemi mbetur po ma ato shifra 84, 86, mbi 80 liqene, dhe ato thellësi që janë dhënë, po që nuk ka një studim mirëfillt. Kështu që duhet, sipas meje, duhet të kryhet një studim i përgjithshëm për liqenet, për emërtimin, sepse një pjesë liqenesh nuk kanë emra në hartën botërore ose në Google, ose kanë emra ndryshëm, për shembull liqeni zemër. Populli nuk e njeh si liqeni zemër atë, ose liqeni luleve, nuk e njeh si liqeni luleve. Pra duhet një studim për emërtimin, për thellësinë, për florën, faunën dhe sipërfaqen e këtyre liqeneve. Që thellësia ka ndryshuar. 50 vjet toka punoi me traktor, po është e lartë, i gjithë llumi shkot atje. Ne themi mëroja 600 metra, po 600 metra është thonë sot e 40 vjet. Ka ndryshuar, pra duhet një studim, që ky studim të shërbejë dhe turistëve, sepse thamë po kthejmë në zonë turistike. Por që duke qenë se kemi punuar një jetë në sektorin e bujqësisë, duhet për të ardhur ndihmë fermerëve, duhet një projekt i madh për ujitjen, për rifutjen në ujë të zonës Dumres. Nuk mund të ecet me puse, nuk mund të ecet me 2-3 fermerë vënë në pomë gjatë me ato markushët që s'dinë ku t'i kalojnë, mi fjalë. Kështu që duhet një studim, mi fjalë. Përveç kësaj, mendoj që edhe studimi tokave është një problem, domethënë që duhet të organizohet, nuk e di nga shteti, nga qeveria, po që duhet të studiohet, se ka ngel studimi që në vitin 1974, kur e kam kryer unë në kooperativën e Belçit. Edhe ato zona nuk jinën. Kam disa vite që merrem me agroturizmin. Vitet e fundit kur Belçi u transformua, Belçi mori jetë edhe bizneset, që ne e kishim bëm një praktikë të tillë se gjithë emigruam në disa vite, por u kthy me idenë që të zhvillojmë biznesin tonë, por duke zhvilluar biznesin tonë të zhvillojmë dhe zonën. Edhe thamë dhe me ndryshimet gjithçka ndryshoi, na dha frym, na dha kurajo që ne të vazhdojmë. Edhe vitet e fundit me politikat e Bashkimit Evropian për temën agroturizmit, dhe fushën agroturizmit, me eksperiencën që kisha unë personalisht në vendin Vqinj, dhe pozicionin geografik, duke patur dhe pak bujësi ose dhe toka në përdorim, jam transformuar biznesi im, nuk është më një restorant,
por është një agroturizëm i vërtet, i pari dhe i vetmi, pastaj rrugën time po vazhdojnë dhe të tjerët. Kam në dispozicion mbi 5 hektar tokë, që pjesën më të madhe kam mbjellur ulli dhe po certifikohemi për organik, ku kërkesat në Bashkimin Evropian janë për vaj organik dhe pastaj dhe për vaj ekstrat virgjër. Në lidhje me projektin tuaj në fushën e ruajtjes së farëve autoktone, ne si biznes kemi mbi 5 vite që bashkëpunojmë me shoqatën resurse gjenetike me profesor Fetau, por njëkohësisht edhe Universiteti i Kamzës ku kemi bërë dhe një kontratë bashkëpunimi për këtë pjesë, për edhe studentët që të vinë të studiojnë në fushën e akvakulturës apo të bujqësisë të agroturizmit. Kemi qenë prezent unë si biznes dhe përfaqësuesit e kompanisë time në çdo aktivitet që është zhvilluar në lidhjen me agroturizmin, por edhe me bujqësinë në panajire kombëtare dhe ndërkombëtare, që të përfaqësojmë Belshin, kulturën tonë, ose dhe të gjithë tjerë pasuritë natyrore dhe në vizitën e fundit që kishim në Itali, në një panajir ndërkombëtar që ishte në 140 vjetorin e saj, besoj që ne u përfaqësuam me dinjitet, ku edhe italianët u bën shumë kurioz ta vizitojnë Belshin. Ne ishim të përgatitur me broshura, patjetër që bashkia ishte organizatore, unë ishte si përfaqësues në biznes, po duke përfaqësuar dhe bizneset tona të zonës, ku kishim të fabrikave tjera të përpunimit vajit ullirit, kur ka filluar dhe licencimi i fabrikave tjera për eksport, por treguam edhe natyrën, liqenet që kishim dhe u bën kurios na vizitojnë, ku dhe bashkia ku ishte organizatore shprehu dëshirën që për ditën e verës na vizitoj Belshin. Duhet ju përgëzoj sepse këto projekte ju që keni na ndihmojnë bizneset tona, por dhe turistët kur të vinë, domethënë se tham jemi një vend tranzit, duan apo s'duan do të kalojnë nga ne, po duke kaluar dhe do ndalojnë këtu dhe me të rast po na vizitojnë nga gjithë vendet e botës dhe padyshim ne duam informacione më tepër në fushën për agroturizmin, por për liqenet, por për kulturën, por për arkeologjinë, por gjithë fushat që kemi këtu. Përveç investimeve që i takojnë institucione përkatëse, që duhet i lidhin këto, që si thom lidhja me rrugë me malin e Gradishtës ose dhe vendet tjera. Por më kryesore ne që kemi takime çdo ditë me turistë nga gjithë bota, ne duam informacione, duam broshura, t'ja ndajmë, por të kemi ne personalisht të mësojmë ne edhe pastaj t'ja thom të tjerëve, sepse ne jemi ata që bëjmë lidhjen e parë të parët me turistët. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese në projekte të tjera. Sigurisht arsimi është pjesa kur merret edukata e gjithë problematikave, po në mënyrë të veçantë për edukimin për mjedisin. Këto kohë të fundit Belshi ka marrë një rëndësi të veçantë në fushën e turizmit dhe falë punës bërë në bashkia. Dhe roli jonë në këtë rast është dhe në fushën e mësimdhënies në lidhje me këto aspekte, por edhe në fushën e edukimit të këtij brezi për të qenë një ardhmë e sigurt që nesër të kontribuojnë për të vazhduar më tej këtë punë të bërë të mirë për mjedisin në zonën tonë. Ku konsiston kryesisht puna në edukimin e brezit të ri? Ajo ka karakter mësimdhënës dhe karakter edukativ. Në fushën e mësimdhënies, sigurisht këto njohuri që lidhen me mjedisin dhe bimësinë dhe kafshët e zonës tonë i jepen në tema të planifikuara mësimore në secilin prej lëndëve që mbulojnë këto fusha, por përveç kësaj, drejtoria e shkollës dhe stafi mësimor planifikojnë dhe ditë veçanta aktivitetesh që kanë në qendër edukimin e brezit të ri, por njëkohësisht dhe punën vullnetare, duke e bërë vetë ato punën vullnetare, ndoshta edukohen më mirë për këtë gjë. Unë kam nxjerrë disa shënime në lidhje me veprimtaritë që ne bëjmë për një vit shkollor. Në janar bëjmë një edukim për mbrojtjen e mjedisit. Në mars, 22 marsi, dita botërore e mjedisit, në prill, 22 prillit, dita ndërkombëtare e tokës, dhe në qershor, 5 qershori, dita botërore e mjedisit. Në këto veprimtari, nxënësit tanë ka raste ku bashkëpunojnë dhe me bashkinë për pastrimin e ambienteve, për mbjelljen e pemëve, si dhe për mirëmbajtjen e ambienteve brenda dhe jashtë shkollës. Duhet veçojnë në mënyrë të veçantë disa punë që nxënësit bëjnë nëpërmjet projekteve
gjithvjetore që përgatisin në module të ndryshme që ne zhvillojmë në shkollë. Është shumë interesante që shumicat e këtyre temave për projektet gjithvjetore, ata i zgjedhin nga fusha e Dumres, që kanë të bëjnë me mjedisin, me agroturizmin, e kështu me radhë. Bimet mjekësore të zonës së Dumres, një temë shumë interesante, dhe përveç punës kërkimore që ato kishin bërë në internet për t'i kuptuar se cilat ishin këto bimë dhe që mund gjendeshin në Dumre, ato në fund fare sollën një sër produkte të cilat po i citoj. Vajra esencial, sapuna të përgatitura në mënyrë autodidakte, parfume, dhe që u paraqiten vëzhguesve në ambientet e shkollës. Sigurisht, edhe ekskursionet kanë luajtur një rol të vazhdueshëm për të parë vendet Dumres, me nxënësit kemi bërë shumë herë vizita edhe tek shoqata resurseve të farnave në profesor Fetaj, të cilët ata e panë me shumë interes dhe bën dhe pyetje në lidhje me bimët që i pam atje. Edhe në të ardhmen, ne do të jemi gjithmonë ndoshta do të vizitojmë dhe këtë vit me maturantët e këtij viti dhe në vazhdimsi do të kontribuojmë për mjedisin ashtu si kurse të gjithë ne. Të nderuar teleshikues, siç edhe na ndoqët në këtë emision në Agroturizëm Paja. Faleminderit për vëmendjen. Miru takoshim në emision tjetër.